Ora 12 së enjtes është dita e fundit për dorëzimin e kandidaturave për garën për kreun e Partisë Demokratike, ku deri më tani vetëm Sali Berisha rezulton se ka regjistruar kandidaturën. Afati është i përcaktuar në udhëzimin e Partisë Demokratike për organizimin e zgjedhjeve të brendshme. Ndërkohë, Partia Demokratike ka vendosur thirrjen e Kuvendit Kombëtar më 30 maj 2026 në orën 11. Në vendimin e bërë publik është përcaktuar edhe rendi i ditës. Vendimi për thirrjen e Kuvendit është marrë në mbështetje të statusit të partisë dhe parashikon diskutime mbi situatën politike në vend, sfidat e integrimit evropian, si dhe çështje që lidhen me funksionimin e demokracisë dhe shtetit ligjor. Në fokus do të jetë edhe përcaktimi i vijës së aksionit politik të Partisë Demokratike, ndërsa pritet prezantimi i ndryshimeve statutore nga grupet e punës përkatëse. Në agjendë përfshihen platforma për digitalizimin dhe modernizimin e partisë, si dhe organizimi i strukturave të saj në diasporë. Gjatë këtij kuvendi do të zgjidhen edhe anëtarët e Këshillit Kombëtar.